Rritja e re e temperaturave të cilat në disa rajone pritet të kalojnë 40 gradë Celsius, rrit edhe rrezikun e elmimit me ushqim, paralajmëron Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Sipas tyre, temperaturat e larta krijojnë kushte ideale për shumimin e mikroorganizmave në ushqim, ndaj qytetarët duhet t'i kushtojnë vëmendje mënyrës së blerjes, transportit dhe ruajtjes së produkteve që prishen lehtë. Rekomandohet që ushqimi të blihet vetëm në vende të besueshme, ku produktet, veçanërisht mishi, qumshti dhe vezët, ruhen në temperatura të përshtatshme. Duhet të shmanget blerja e ushqimeve me ambalazh të dëmtuar, të shtypur, të fryrë ose të qarë. Produktet e ftohura ose të ngrira duhet të blihen në fund të blerjeve, ndërsa ushqimet që prishen shpejt si mishi, qumështi dhe vezët nuk duhet të qëndrojnë gjatë në automjete ose mjete të tjera transporti. Mos blini ushqime të ftohura ose të ngrira që ruhen jashtë frigoriferit apo ngrirësit. Ushqimi i ftohur duhet të ruhet në temperaturë nën 5 gradë Celsius, ndërsa ushqimi që kërkon gatim duhet të përpunohet në temperaturë mbi 60 gradë. Frutat dhe perimet duhet të lahen mirë nën ujë të rrjedhshëm, ndërsa mishi, qumshti dhe vezët duhet të përpunohen mirë termikisht. Pas përgatitjes dhe ftohjes, ushqimi duhet të ruhet në frigorifer, theksojnë nga AUV. Nëse ushqeheni në restorante ose objekte hotelerike, agjencia rekomandon të zgjidhni vende që respektojnë standardet e higjienës dhe sigurisë ushqimore. Vala e të nxehtit që pritet të përfshi vendi në ditët në vijim paraqet rrezik serioz edhe për kafshët. Sipas AUV-s, temperaturat e larta, sidomos të kombinuara me lagështi dhe ventilim të pamjaftueshëm, mund të shkaktojnë goditje nga të nxehtit, e cila, nëse nuk trajtohet me kohë, mund të ketë pasoja fatale.